Çfarë shoqe thua? Ozan, prit, çfarë të thanë? Hej! Do ta digja gjithë shkollën, për duhet të falenderosh Xhaxhi Tarikun. Shiko se shtot. Shiko. Mimtas qetësohu, t'lutem. Mos u shqetëso kaq shumë për diçka që do të përmirësohet me kalimin e kohës. Sidoqoftë, duhet të shkoj në mësim tani. Shihemi. Më ka ardhur në maje të hundës nga ju dhe nga kjo ndyrësirë. Edhe ti do të më paguash. Edhe ti. Vajzë, më thirr sigurimin. Hyr. Urdhëroni, zotri Murtas. Më shiko këtu. Ky shërë dhe kjo zhurë mund të vazhdojnë brenda shkollës. Kërkoj ekipit të policisë të portën emrin tim të patrullojnë kampusin dhe gjithë shka për rreth, në rregull. Dhe nëse shpërthen ndonjëherë shërë brenda, mos u përziej. Le ti marr policia. Hajde. Në rregull, zotri. Mjaft ma. Mjaft ma. Hedie, mund të kishe pritur dhe të kishim shkuar bashk. Jo, motër, ti merro me punët e tua. Unë të kërkoj diçka për Aslën gjithsesi. Pastaj do të marr pak ajër të pastër. Do të vinë fëmijët nga lagjet e vjetra. Mund të kishim pirë çaj dhe kafe. Mund të kishe takuar, do të ishte mirë. Një herë tjetër atëherë, hajde shihemi më vonë. Wow. Është portier apo diçka e tillë? Zotri Ashar pas ka gjetur një punë të mirë apo jo? Shiko çfarë lagje. Sa e gjallë. O, zot, çfarë fati? Sigurisht. Dhe morëm edhe kompenzimin, sa rehat po jetojmë ne, ha? Më shiko këtu. Sa i dha fabrika Jasharit si kompenzim, ha? Më thuaj? Sa e di unë çështja nuk është mbyllur nën, kështu që nuk është punë parash kjo. E po ti sa mendon se do t'i japin ata? Sa para, mos jam unë avokat. E di atë ajkutin, atë që merre me kondicioner. A e di ngeci gishtin në motorin e kondicionerit, mirë? Doktori i dha një raport pa aftësie prej 12 ose 13%. A i mori 50.000 të thata në dorë. Mos ashtu, kaq shumë do t'i japin zotërisë Jasharit, a thua? Çfarë 50.000? Krau i është shkatruar komplet. Çdo gjë më pak se 150 ose 200.000 nuk e di, është turp. Ai, çfarë po thua ti, ha? Atëherë Koraj, shiko këta janë njerëz naif. Nuk din se si ti përdorin këto para. Më mirë ti i thuaj zoti Jashar, hej, të bëjmë këto me këto para, ta bëjmë ato me ato para, udhëzoja atë disi. Në rregull, udhëzoja. Në rregull. Mos u shqetëso, do të merrem unë me të, dakord? Shikoj letrën, ku është adresa? Atje. Hajde, të shkojmë. Mendoj se nuk po e shpjegoj mjaftueshëm mirë, Ozan. Mund ta mbroj veten time, dakord? Këtu nuk jemi në ndonjë mal. Edhe pse me qëllime të mira, nuk e të drejtë të më fusësh në telashe. Po ti je në telashe, Aslı? Mund të isha? A je? Ha, zoti i madh. Aslı, të lutem qetësohu pra. Ja, dëgjoj Lyl, ai ende po përpiqet të mbroj veten. Shok, ju lutem. Në fakt, a mund të qetësohemi pak të gjithë? Tani mori fund? Për shkak të grindjes nuk arrita të prezantohesha. Unë jam Berçini. Gëzohem që po të njohëm Berçin. Unë jam Aslı. Kushërira ime e Lyli? Ai është Jazi. Gëzohem që po të njoh. Berçini, vajza e Xhaxhi Tarikut. A, me të vërtet? Ja, unë po pyesja veten se nga të njëja, sigurisht pra, pash fotografinë tënde unë. Po pra e vërtet. Përsëri gëzohem shumë. Babai yt është vërtet një person i mrekullueshëm. Ashtu është. Ashtu. Sidoqoftë. Mama duhet të kthehem në punë, shok. Nëse keni nevojë për diçka, më thresni. Në rregull. Punë të mbar. Pra ku e pe foton time ti? Kur u mor Ozan. babai yt. Mendoj se ke të drejtë vëlla. Ai djali po e kërkon të vet.
Më në fund dikush që po më mbështet. Faleminderit Jaz. Nuran, të betohem. Të betohem këto imblodha me veduar të mia në fshat. Shiko, ullin të egër, shiko makarona, turshi, janë që të gjitha naturale, të gjitha organike. Hasa të duash edhe ti. Razie, me të vërtet je munduar shumë. Nuk ishte nevojë dashur. Ai, ç'është kjo fjalë, Nuran? Çfarë mundimi për hir të Zotit? Kemi qenë fshim prej vitesh ne, apo jo? Nëse nuk mund të sjell asnjë dy kafshata për të ngrëmë tur për mua qoftë atëherë. Apo jo, birim? Sigurisht. Ju bëfshin mirë. Faleminderit. I bëft mirë vëllai tim. Faleminderit bir. U munduat shumë. Unë po e qoj brenda këtë kutin. Jashar, e qoj unë. Prit, teze, prit. Pse po e lodh vëllain tim? Faleminderit bir. Ejlë, jeshte kjo më thuaj. Nuran, Jashar, mashallah. Sa është rritur dhe është bërë kaq e bukur, ka lulzuar. Ashtu është Razie, është rritur shumë tani. Koha po kalon. Aj, mashallah. Të. Të lutem, Aj, ma jep, e mbaj unë. jo pra, nuk është e rënd. Nuk e kuptova se si më rëshqiti këmba kështu. Ska gjë, ma jep. Për ku janë këto? Mirë, atje. Në fakt e kam dhënë këtë lëndë vitin e kaluar, por me qenë se lëndët e babait tim janë shumë të mira, e ndjek her pas here. Ja, e di çfarë, jam shumë emocionuar. Është ora ime e parë në shkollë dhe kam marrë me profesor Tarikun. Ozan, po ti apo e ndjek këtë lëndë? Po, hajde ti ki mos vënojme. Në rregull. Shko edhe ti ma, mos u vëna. Në rregull. Shihemi pas mësimit atëherë. Shihemi. Tani, le të rishikojmë atë që kemi mësuar. Ligji e ndriçon shoqërinë me parimin e gjetjes të së vërtetës, pra, dhe shkencën me parimin e gjetjes. Ku ka gënjeshtër nuk ka drejtësi as pak. Ku nuk ka drejtësi, qytetërimi nuk zhvillohet, pra. Të jesh i ndershëm, të thuash të vërtetën, këto nuk janë parime, por janë domosdoshmëri. Javën tjetër do të flasim për atë që na tha Platoni për këtë temë. Faleminderit të gjithëve. Baba? Vajz? Ky është lajmi më i mirë i ditës. Vajza ime e dashur dhe angjëlli i mbrojtës janë bërë mikesha. Duhet të them diçka. A shkoni mirë? Shumë. Ozan? Ku po shkon? Në palesë, Xhaxhi, më fal, profesor Tarik. Mirë, bëj kujdes. Shihemi Aslo. Faleminderit për leksionin. Edhe unë të falenderoj. Baba, unë duhet të iki tani, në rregull? I ndruat numrat e telefonit? Oh, harruam. Berqin, ma thuaj, do të shkruaj mesazhun ty. Me qëra fjale, profesor, e dini atë listën e librave që na dha ta ditë? Po. A ka ndonjë librari me cilën shkolla ka marrë veshje? Pra, aty ku mund të gjej më lirë. E po, pse nuk bën fotokopje në bibliotek? Librat i kanë atje? Kanë edhe një fotokopjuese. Thjesht kopjoj është falas, pra. Oh, shumë mirë.
Së pari do të mësoj si ta përdor, pastaj ashtu do bëj. Kështu më duket më mirë. Le të ta ndihmoj Berçini. Berçin, pse nuk shkon në bibliotekë me Aslën? Sigurisht, me kënaqësi. Hajde të shkojmë. Mirupafshim, profesor. Shihemi vajza. A i e di që do të haj dru nëse do të më vinte përballë, prandaj vjen dhe më godet nga pas, po flisja me atë vajza dhe më goditi, idioti. Mirë vëlla, por a nuk të rrahi ky djali edhe vitin e kaluar? Me sa mbaj mend diçka e njëjta ndodhi edhe vitin e kaluar. Edhe unë ashtu e maj mend. Këtë herë nuk do t'ja hedh as let. Do ta bëj të pendohet që më preku. Kusherir, nëse je në bibliotekë atëherë po shkoj në shtëpi. Kjo do zgjas pak. Përveç do të prisja, por më dhëmbin këmbët. Si do qoftë më. Në rregull shihemi të puth. Jas? Hej, Eylül. Unë, sa po mbarova, po shkoja në stacionin e autobusit, pa prit mas pash orën. Dhe ishte edhe ora kur del, kështu që thash të shkojmë bashkë. Prit pak, ti mos ke vrapuar? M'fal, nxitova pak. Prit të t'ja pak ujë. Faleminderit. Mere këtë pije. Hajde shkojmë. Shkojmë? Pasti që ta skenojmë faqen, Atë të gjelbri, shtyp atë të gjelbrit. Duhet ta shtypesh butonin përsëri sa herë që e kthen faqen. Me qëra fjala, sa faqe ka librit? diçka mbi 450. Qenë kanë goxha. Më fal e dashur. Ponën? Berçin, çfarë bëre e dashur? Mirë jam në bibliotekë. E dia të vajzën për të cilën po të flisja sot Aslën? Nga lagja e varfër. Po, erdhëm bashkë këtu. Pra që keni bërë shoqe. Të lumë ty, vajza ime. E po. Nën, unë vura re diçka. Ato janë ngrindur gjatë gjithë kohës. U shqetësova kot, mendoj se nuk ka asgjë midis tyre. Jo, nuk ka, mos u shqetëso edhe ti. Hajde, mos u sorollat dheja. Dëgjoj, do dalim për darkë. Çfarë darke? Organizova një darkë te teta Zhylide. A nuk po më dëgjon ti mua, Berçin? Aj nën, je mrekullueshme. Në rregull. Çfarë do të veshur? Do të zgjedh unë diçka nga dollapi ty. Hajde, mos u bëno, hajde. Në rregull. Shiko Asla, a mund të shkoj unë, dua të them, a mund t'ja dalësh vet apo jo? Mund t'ja dalë dashur. Kam filluar tashmë. Në rregull, shihemi atëherë. Shihemi shpirt. Faleminderit shumë. Nuk ka asgjë. Ai, Nuran, ku është Eylyli? Ajo punon të herën e fundit që më tregove. A është ende në të njëjtin vend? Atje, punon në kafenen e universitetit. Motra e Jasharit erdhi nga Izmiri. Vajza e saj mori një bursë për në fakultet në të njëjtin universitet. Kështu që të dyja po shkojnë dhe vinë bashk. Në fakt tani do të vinë së shpejti. Vëlla Jashar, mos më keq kupto, jemi vetëm për vetëm këtu. Çfarë ndodhi me çështjen tënde të kompenzimit për aksidentin? Ja dham një avokati Koraj. Ata thonë se do ta marrim nëse nuk ka probleme. Por ti e di firmën, po i vështirësojnë gjërat. Nuk e di nëse do të na japin apo jo. Çfarë do të thua, që nuk do ta japin? Si s'do ta japin? Do ta japin vëlla? Ti je viktima, ka ligj, ka rend, ata duhet të ta japin. Dhash zoti, bir, dhash zoti. Nëse nuk ju bezdis, a folët me avokatin? A e dini afërsi sa do të merrni? A ju tha diçka? E po, avokati i tha të kërkonim diçka midis 200 ose 300, por... Mirë. Ha, vëlla Jashar? Para të mira vërtet? Por tani prit një minutë. I ke kushtuar vite kësaj pune. Ata duhet të dinë si të japin atë që meriton. Dëgjoj çfarë them unë. Njoh një avokat që është njeri i Zoti. Ai është shumë i guximshëm, nëse dëshiron mund të flas me të, nëse je dakord. Tani për tani do të bëjmë ashtu siç dim. Do të njoftojmë nëse na duhet gjë. Faleminderit që të shkojnë ndërmend. Ai, që janë këto fjalë, zotëri Jashar? Kemi qenë fshinj për kaq shumë vite. Kush tjetër do të mendonte për ty nëse jo ne? Faleminderit, Razie, faleminderit. Zoti të bekoft. Ju qëndroni edhe pak dhe pijeni çajin. Unë do të shkoj te Uis Lëndinën.
është problem nëse e lë për natën vonë. Jashar, prit të të ndihmoj ty. O, zoti madh, Koraj, po flasin. Për 300.000 birë mund të blesh 2 shtëpi me ato para. A e kupton këtë që 2 shtëpi mund të blesh? Madje shtëpi komplet të mobiluara. Ai. Ha, Eylül? Shiko sa e bukur është kjo mandolinë. Ai, po, qenë ka shumë e bukur. Ti luaj e dikur, apo jo? E po, pak. 10.000. A jo, më? Pse është kaq e shtrejt? Një mandolinë e mirë vlen shumë. Të pëlqen? Hë? Ai, jo, vetëm po shikoja dizajnin. Edhe ashtu këtu gjithçka është shumë shtrejt. Mendoj që do të shkonte shumë. E hajde të shkojmë. Urdhëtore në shpirt. Vajza ime, ende jo në shkollë, nuk e dalë ende? Jo, në shpirt nuk kam dalë. Jam ende në bibliotekë. Mund të vënohem pakon. A do të vënohem shumë? Jo, nuk do vënohem shumë. Do jem në shtëpi rreth orës 6. Çfarë ka? Ka ndonjë problem? Jo, asgjë. Pyeta vetëm se u bëra merak. Në rregull, në shpirt. Jam në bibliotekë tani. Nuk mund të flas shumë rehat. Do të telefonoj kur të dalin. Mirë. Hajde të puth shumë. Bëhu gati, po vjen. Në rregull, po vjen. Dëgjoni. Nuk do të tregojmë mëshirë. Do ta rahim mirë, në rregull. Ozani do ta shohë se si është të sillesh ashpër për para tjerë. Në rregull. Hajde, shkojmë. Nënë dashurun. Te Razie? Eylül! Ai e dashura ime, o zoti madh, o zoti madh. Je rritur kaq shumë, ti ke lulzuar kaq shumë, je rritur shumë. Unë nuk do të kisha njohur, po të shihja në rrugë ty. E po ndryshojmë pak te Razie. Vëlla Koraj, edhe ti mirë se erdhe. Mirë si ju gjejta, Eylül. Eylül shpirt nuk erdhe me aslon, apo jo? I telefonova, por ajo tha se ishte e zënë. Unë i telefonova, por ishte në bibliotekë. Unë po shkoj t'i ndroj robat, më vjen shumë keq, jam shumë e lodhur. Ai, sigurisht e dashur, shiko punët e tua, vajza ime e ëmbël. Do të shkoj të marr pak ujë, motra Nuran, duhet të ketë harruar. Ju munduam. Ç'është ajo fjalë? Ai, Koraj! Kjo vajzë ishte aq e dobët dhe e ligësht që ka bërë kaq e bukur tani. Shumë, madje. Më shiko mua, nëse ke pak mend do të martohesh me këtë vajzë. Dhe zotëria Ashar do ketë shumë para atëherë, edhe do të kesh shumë para në dorë, edhe një grua të bukur. Nën përbes më lexove mendjen. Sa e bukur është bërë.
Cila ishte rruga e daljes? Mendoj se humba. Mendoj se nuk duhet të flasim fare për këtë. Pajtohem. Ti çfarë po bën këtu? Është palestra në këtë kat? Po ti çfarë po bën këtu? Isha në bibliotekë dhe më duket se humba. Dalja është prandaj. Do të ndrohem dhe pastaj të kam për të ikë. Në rregull. Shihemi atëherë. Aslı. Tani nuk ishte qëllimi im të fusje në telashe dhe kur të pash ashtu sot. Mirë. S'ka problem. Mendoj se egzagjerova shumë. Ira kartela. Kjo duhet jetë ndonjë shaka. Razie, faleminderit për vizitën. Urdhroni përsëri. Bëjuni të falat e gjithë fshinjeve në lagje. Në rregull, do t'i bëj, por ti edhe e Lyli e Jani të na vizitoni në lagjen tonë të vjetër her pas here. Në rregull, mos më harroni. Do të vim. E Lyl shpirt, i përdor rrjetet sociale. Jo, valla Koraj, nuk i përdor. Çfarë u bë? Apo shkoni? Po shkojmë, zotëria Shar, qëndruam shumë gjatë. Vëllai Jashar, siç thash, nëse mund të të ndihmoj me çështjet e kompenzimit të avokatit, të lutem më lajmëro, në rregull. Ne kemi mënyrën tonë për t'i bërë gjërat. Të faleminderit shumë. Mbeq me shëndet, Nuran e dashur. Mirupafshim e dashur. Mbeq me shëndet, zotëria Shar. Për ku po nxiton kështu? Ti nuk ka ngre dajak sot në mëngjes. Pse kryesh prap? Dajak. Ta sulmosh dhe ta godasësh dikë kaq papritur quhet dajak? Nuk duhet të merrem me ty, Batu. Pas më keq kupto. Të ta bëja suratin për shesh do të ishte një kënaqësi e madhe, por kjo nuk ka fund. Prandaj shkojmë tani në punën tonë. Do më thënë tani që kemi mbledhur 3 burra për të më rrahur. E burime? E kërkove. Shiko, edhe princesha po vjen. Çfarë bën ndodh këtu? Asnjë gjë, Aslı, shko ti. Jo, ja dhe ti. Aslı, shko tani. Ej, prit! Ozan, prit! Çfarë po bëni? Ku po shkoni, o frikacaka? Hajde këtu. Hajde. Ozan dalo. Mos më përzije. Ozan, të lutem dalo. Këtu, ec. Mirë, në rregull. Mos më gëdit, në rregull. Ik tani. Zhduku! Çfarë ndodhi? Çfarë i bëre Batus? Nuk i bëra asgjë, Aslı. Thjesht e lash të shkon. Çfarë vendi është kjo re? Sherrë çdo ditë. Rritu pak më. A unë e fillova sherin? Ti ja nuk e pe? E po nuk e fillove ti, por mund ta kishe ndaluar. Çfarë është kjo? Po sigurt të kishte ndodhur diçka? Por se po më për të dhe zëmrosh kështu? A më ka ndodhur diçka?
Jo tani. Për shkak të një incidenti çesharak, shiko se ç'ndodhi. Në rregull, tani mos ndërhyj zgjidhum. Si e keni hallin ju rinia? Pati ndonjë sherr? Po, kishte, por oficer mbaroi. Në makinë. Mund ta shpjegoni në stacionin e policisë. Çfarë? Në stacion? Por, oficer, shoqja ime s'kishte faj. Është i gjithë i faji im. Ju lutem mos e marrni. Do vini që të dy. Shkojmë. Oficer, ju lutem më dëgjoni një minutë. Gojmë ju thash. Urdhëro djalosh, shpresoj që asaj t'i pëlqej. Faleminderit. Do t'i pëlqej shumë. Urdhëro. Punë të mbar. Faleminderit. Urdhëro përsëri. Është mandolinë e bukur, e punuar me dorë. Po. Trupi është prej drudëllinje. Nga e dije? Marr vesh nga pak. Ai i bie. Pak. Luaj nga njëherë. Më lejo vetëm pak. Ja, provoj atëherë. Jo, gjithsesi po nxitoj tash pak. Mere djalosh, mere. Të mbeten sytë të instrumenti. Bjeri të gjë. Mimtaz, shpirt, u vonove, shko ndërro roba ti se Sibeli dhe tjerët po vinë nuk ka lezet kështu. Zemra, ke ndonjë qetësues në shtëpi? Çfarë ndodhi? Më dhe më pak koko. Jo, a ndodhi diçka apo të shqetëson diçka ty? Është thjesht një lodhje, është një ditë mjaft e vështirë. Ozani. A i ndodhi diçka Ozanit? Po i telefonoj? Shpirtim. Të lutem qetëso pak. Ozani, e bëri një sherr. Çfarë? Por mos u qetësoti. Është mirë. Ai goditi një shok, edhe ai djali tjetër është mirë. Kur ndodhi? Sot në mëngjes. Ishte një djalë nga e njëjta klasë. Ai e sulmoi. Edhe? Që nga mëngjesi ka marrë gjithçka. Mundem për ta mbuluar incidentin, po më dhem koka. Më dhem nga të folorit me zyrën administrative. Të lutem, më jep një qetësues. Nuk përgjigjet. Ai është grindur që në mëngjes, kurse ti po ma thua këtë mua tani. Jeta ime, nuk doja të ta prisha ditën, pastaj nuk është aq e rëndësishme. Mezi po ja dalim të bindim të shkoj në shkollë. Shiko çfarë po bën që në ditën e parë. Ozan, përse po e bën këtë? Zhilide, vetëm pak durim, mos u shqetëso, gjithçka do të shkojë mirë. Edhe ashtu vetëm kaq mund të bëjmë. Në rregull ti, shko ndërro rrobat, unë do shkoj të blej qetësues. Motor që shpërthejnë, spitale, ambulanca, tani makinë policie. Shiko, nuk kam lënë asnjë makinë pas sirenë emergjence që kur kam ardhur në Ankara pa hypur, apo jo? E çfarë të bëj unë Aslo? Më thuaj çfarë të bëj? Mund t'ju shmangesh të lasheve. Mund të sillesh si njeri normal, për shembull. Po bën sikur nuk e pe çfarë ndodhi. Ai tipi mlodhi njerëzit e tij dhe më erdhi, çfarë duhet të bëja unë pastaj? Thjesht të rija aty dhe të haja dru. Ja, unë atë po them. Nuk ishe pse bëje sherr, mund të ishe kthyer dhe të ishe larguar. Duhet të tregosh se nuk je frikacak, apo jo? E ç'lidhje ka kjo tani? Pastaj ai mund të kishte lënduar ti ose dikë tjetër. E mori masimin e dur. Sinqerisht, mos më ngatro mua as pak. Ti je ai që shkakton të lashe dhe krijon probleme. Unë nuk kam nga këto lloj problemesh. Jemi dakord? Shh, ej, qetësoni pak ju aty. Çift jeni? Absolutisht jo. Imagjino një dorë të padukshme që të tërheq nga maja e kokës. Supet drejt? Ec tani? Mjekrën paralel? Kthehu. Barkun brenda? Jo shumë.
Dua që me çdo frymarrje që merr të mendosh se sa femër e bukur që je. Jam shumë e bukur. Si ndihesh tani? Si mendje madhe. Bukur. Ashtu vazhdo të ndihesh. Sikur të shkonim te parukerja apo diçka e tillë për të bërë diçka me flokët dhe grimin, por tani është edhe vonë, do shkojmë nesër. Çfarë kanë flokët e mi, mendoj se janë mjaft të bukur, madje më duken të lezetshëm. Qëndro drejt, fute barkun brenda. Mos e lejo trupin të varet. Nuk je një vajzë e shëmtuar që duhet të përpiqet të bëhet e lezetshme. Mos u dorëzo. Por dua që Ozani t'i pëlqej kështu, ashtu siç jam. Edhe unë dua një vajzë që e dëgjon nënën e saj, por nuk arrim gjithmonë atë që duam në jetë, Berçin. Rregullo grimin aty, baba ju do të vijë së shpejti, hajde. Në rregull. Ec shpejt, drejt, drejt. Kthehu. Fute barkun brenda. Kthehu. Kthehu. Shpresoj që të funksionoj. Djali yt është njësoj si ti, Selim. I njëjti inat. E njëjta kokëfortësi. Edhe ai më lëndon mua. Më shkatërron. Sa më shumë përpiqem ta dua, aq më shumë më dhemb mua. O Zot, ku po gaboj unë? Përse po ma bën të përjetoj këtë? Ec. Brenda është komisari Bajram? Po, shef. Ec. Më falni, zotëri oficer. Duhet të telefonoj urgjentisht nënës time. Telefonin e kam në çantë. Si do ta bëj këtë? Do t'i telefonojnë oficerët e tjerë. Kur do i tregojnë? Pas pak. Por duhet të telefonoj me një herë unë. A mund të ma jepni telefonin tuaj për 2 minuta që ti telefonoj? Është në rregull, Aslo? Unë të thash pas pak, qetësohu tani. Por e Gjora do të jesh shqetësuar shumë tani. Të baktin të telefonoj që ti tham ja mirë. Edhe nëna jote duhet jetë shumë e shqetësuar. Shumë mirë të tha, pas pak. Po flas për nënën time. S'mund ta besoj. Në vend që ta mbështetesh atë burrin, pse nuk më mbështet pak mua? Aman, më jaslë. Hajde hape atë telefonu të shmenda nga meraku me vajzë. Hedije, që është kjo? Ashtu, biletë, vëlla. Shkruan Ankara Izmir, që bë? Unë tash më thash të ikim, më vëlla. Sonte. Shkruan ora 10. Po. Si është puna, Hedije? Pse ikën kaq papritur? Ka diçka që nuk e dim? Jo, vëlla, sigurisht që jo. Që është kjo, sikur po harratisesh? Ashtu, Gjengizi, a i kthehet sot ose nesër. Do të jetë duke u munduar atje, vetëm me punët e shtëpisë dhe gjithçka tjetër. Dhe regjistrimi i Asllat u bë. Ndihem e lehtësuar tani. Kjo është arsyeja pse po mendoj të iki pa t'u bërë më barr. Hedije, mos fillo prap. Barr, thot. Unë zemrohem me ato shprehje. Ti po thua se je barr për vllajën tënd. Ai bëhet barr dikush vllajt? Tashmë jam i mërzitur që nuk mund atë të prisja siç duhet. Kurse ti më thua barr. Vëlla, ti më bëre tashmë nderin më të madh duke marr Asllën në shtëpinë tënde. Do të iki me mendjen time të qetë. Nuk është mirë kështu.
Duhet të kishe qëndruar disa muaj. Vëlla shpirt, unë edhe ashtu do të vi më shpesh. Pastaj gjithmonë do të mendoj për Aslën edhe mua do të më marrë malli për të gjithë, por herën tjetër që të vit premtoj se do rim më gjatë. Mirë. U bëf si të jetë më mirë. Ti e di vetë planet e tua. Kjo është shtëpia jote. Mbesa ime është në kujdesin tim. Mos u shqetëso. Zoti të bekoft, vëlla. Sa mirë që të kam. Edhe unë ty. Hajde, në tryezë. Në rregull, po vi, sa ti telefonoj edhe një Aslët. Tarik, e vajza ime dashur. Gjagji më tas? Ku është Zhylideja? Shkoj të rregullon të grimin, kthehet shpejt. Mirë se erdhat. Ai, sa e bukur që në ke bërë Edhe ti e mrekullueshme. Mirë se erdhe Tarok i dashur. Mos ke qarti? Ku është Ozani? Ashtë në dhomën e ti? E telefonova, nuk përgjigjet në telefon, ndoshta ka ndonjë punë për të bërë. Por do të vi, apo jo? Sigurisht. E janë t'ju bëj kafe derisa të vi ai. Urdhroni ju. Pritet të ndihmoj ty unë. Mbaje çantën ty. Hajde Tarik. E kuptoj sherin sot në mëngjes. Hajde ul. Tha se do të shkoj. Unë këm gula, por jo. Tha se do të vi përsëri. Prandaj doli Hedia sot në mëngjes herët për të bler biletën. Me sa duket. Nuran, Ha shpirt. Hedia nuk po sillet fare normalisht. Mos ka diçka që unë nuk e di? Sinqerisht, Jashar, as mua nuk më thot asgjë ajo. Nëse ti di diçka dhe nuk po ma thua, ndoshta është siç thua ti. Ndoshta ka diçka për të bërë, prandaj shkon. Ndoshta mundet. A e thritet Aslën? E thirri halla, por nuk përgjigjet. O, zot. Ndoshta ende është në bibliotekë. E ku është halla? Brenda është në dhomë? Hall? Sinqerisht, çfarë mund të them djalosh? Më çove në një botë tjetër. Zoti ta bekoft zemrën dhe dorën. Faleminderit. Është gjë e rrallë të gjesh dikë që luan me zemër si ti. Kjo është melodi pasioni. Duke qarë që je i dashuruar, nuk do të mund të luaje me kaq pasion. Tani, mua më duhet të ikë. Mere, po ta bëj dhurat. Jo, sta, punë që s'bëhet kjo. Bëhet. Vetëm dikush si ti e di vlerën e këtij instrumenti. Dëgjoj, nuk mund ta pranoj këtë. Është dhuratë shumë e shtrenjtë. Po, sikur ta blion këtë? Nuk dua para. Ka gjëra më të rëndësishme se parat në jetë djalosh. Duket se je djalosh i mirë. Pranoje këtë dhuratë. Mirë. Nuk dua të fyej ty. Faleminderit që më konsiderove të denjë për këtë instrument. Të uroj fat me të, vazhdo të luash me dashuri dhe zemër. Të faleminderit. Mirëmbëç. Faleminderit, ditën e mirë. Zhylide, ke të drejtë që je e mërzitur, por nga këndvështrimi i Ozanit nuk duket kështu. Ai po bën atë që mendon se është e drejtë. Tarek, a është gjëja e duhur të godasësh dikë ditën e parë të shkollës? Sinqerisht, pavarësisht se ç'thua, unë jam dakord të jap kohë Ozanit, pra ai po përpiqet, dëshiron ta rregullojë jetën e tij. Pajtohem, Ozani është njeri mrekullueshëm. Do ta shohësh. Ozani s'do të na zhgënjej, unë e besoj këtë me gjithë zemër. E di që ai do t'ja dalë me sukses, Zhylide. Edhe ti e beson këtë. Këto janë vetëm dhimbjet e shërimit. Ki durim të lutem. Faleminderit Tarek. Ma qetësove mendjen. Shpresoj të kesh të drejtë ti. Më falni. Urdhroni. Po, unë jam. Çfarë? Si? Më thoni ku ndodheni tani?
Në rregull, oficer. Po vi me një herë atje. Çfarë ndodhi? Ozani është grindur përsëri. Është në stacionin e policisë. Çfarë do të thuash? Përsëri? Nuk e di, Mumtaz, hajde të shkojmë. Sibel, shkoni në shtëpi. Mirë, në rregull, po shkojmë ne. Prit qetësohu e dashur tani. Të thosha që ja ka ullur zërin në bibliotekë, por është të çuditshme që u bë kaq vonë. Më duket po telefonon. Urdhroni? Po, jam nëna e saj. Në stacionin e policisë. Prit një minut, nuk e njoh shumë mirë Ankaranun. Si t'ja jap telefonin vëllait tim, vetëm pak. I tregoni atij se ku duhet të vim. Urdhroni, zotri oficer. Është në polici. Çfarë ndodhe? Nuk e di, pati ndonjë sherr apo diçka të Në rregull e di. Stacioni i policisë sa hyn në fillim të qytetit. Në rregull, po vim me një herë. Nxitoni, hajde shpejt, hajde. Pas pak do të marrim deklarat, prit aty. E si shkoj? Ata më bën pyetje dhe unë përgjigja. E po çfarë ndodhi, si ndodhi, gjëra të tilla. Ozan, birim, a je mirë ti? A mund të qësojmë të gjithë? Jemi në polici. Çfarë ndodhi, Ozan? Me kë bëre sherr? Në rregull, Mimtaz, qetësohuni të gjithë. Ozan, a dhe deklarat? Kësa i morën deklaratën, mua do të më thrasin pas pak. Mirë, mos u shqetëso. Do t'i rregullojmë gjitha. Tani më tregoj gjithçka nga fillimi, hap pas hapi. Batu me shokët të ti më rrethuan dhe deshin të më rrihnin. U përleshëm bashk, kaq ishte. Kur ndodhi kjo? Kush ishte aty pranë? Më tregoj gjithçka nga fillimi tani. Mos ka diçka që s'më ke treguar, a? Jo, Xhaxhi Tarik. Si të thash. Patëm vetëm një grindje të vogël me grushte. Kur më rriti policia, gjithçka kishte mbaruar. Është radha jote, zotri. Urdhëroni. Unë jam avokati i ti. Mirë, urdhëroni. Hedje? Nën? Asla, çfarë bën në stacionin e policisë? Do të më pushoj zemra mua? Nën, shpirt të lutem qetëso. Unë nuk kam faj as pak. Puna ime gjithsesi mbaroi, hajde ulu pak. Asla, u friksuam shumë të gjithë. Bi, çfarë ndodhi? Na tregoj që nga fillimi. Hajde, mund na i tregosh të gjitha në shtëpi. Merre portofolin dhe gjërat e tua, të ikim. Mos të më shiko ashtu. Thash që po ikim. Nën, ulu 2 minuta po të them. Hajde lëviz. Një sekond. Nëna jote, besoj. Po. Përshëndetje. Zonjë, a mund të flasim një moment? Pra të rinj tjerë, donin të vazhdonin sherrin e mëngjesit të sotëm, komisar. Ozani nuk është fajtor, përkundrazi ai është viktima. E kuptoj. Këtë e tha edhe vajza. A do të ngresh pa ditë, djalosh? Në rregull. Ki kujdes mos futesh përsëri në të lashe. Mund të ikësh tani. Më vjen keq, është krejtësisht normale që të reagosh kështu kur e sheh vajzën tënde, këtu të kuptoj ty. Fatkeqësisht ndodhi një incident i pakëndshëm. Por më beso djalim nuk ishte qëllime të këqija. Në rregull, nuk ka rëndësi, thjesht mos lejo të ndodh përsëri. Hajde Asli, të ikim. Në shpirt, a mund të presësh? Sa të vijë edhe profesor Tariku, edhe ai duhet të jetë shumë i shqetësuar. Po të them se e kemi me nxitim lëviz. Ja, të paktën të marr çantën. Gjithsesi po shkojmë në të njëjtin drejtim, nëse doni mund t'ju çojmë ne. Faleminderit shumë, por nuk ka nevojë, ne mund të shkojmë vetë.
hajde nxito. Ditën e mirë, ditën e mirë. Ozan? Në rregull. Asla ku është? Erdhi nana. E kishin me ngut dhe shkuan. Mund t'i kishim quar ne? U ofrova, por nuk pranuan. Ozan, ti a je mirë birë? Dëshiron të shkosh në spital apo diçka tjetër? Nuk ka se që duhet ti se si jam unë. Mos bëj sikur të intereson. A mund të ikim që këtu? Mirë, hajde shpirti nënës. Po, na u desh të largoheshim shumë shpejt. Në fakt thash të prisnim, por nëna ime nuk donte të priste. Mirë, shihemi nesër në shkolla atëherë. Bëjni të fala shumë Berqinit. Me shumë kënaqësi, natën e mirë. Profesorit Arik, ju bën të falat të gjithëve. Të falja të ketë. Sidomos ty nën e dashur. Tha se s'mundi të takonte pas i larguam. Nën? Kur më? Nuk du të afrohesh atyre njerëzve. Më dëgjove mua? Cilëve njerëz? Atyre njerëzve nuk du të afrohesh më. Aslë, kaq. Nuk e rrita vajzën time që të mbledh fëmijët e të pasurve nga spitalet e komisariatet. Nuk do të ngatrohesh më me ata njerëz. Do të shkosh në shkollë, do të kthehesh ashtu si shkove. Nuk do të flasësh djeve apo vajzave të tyre, asnjë fjalë të vetme. Nën, a mund të qetësohesh, të lutem? Nuk mund të qetësohem. Do ta mbash kokën ulur, do të më dëgjosh çfarë të them, kaq. Shpirta, je mirë. Ne jemi shkollë e vjetër, Osman. Nuk do e shkeli miqësinë mes nesh vetëm se djem bëjnë shaka. Pra, mos u shqetëso, të lutem. Gjithçka do të jetë në rregull. Faleminderit zotim Mimtaz. Më vonë mësova si ishte djali yt ai që ka rrahur baton. Po ta dija do t'ja kisha hequr veshin. A është mirë djali yt? 4-5 gërvishtje e mori mësimin dhe ul. Shpresoj edhe yti të jetë mirë, mos u shqetëso ti. Por ende nuk e ka marrë mësimin. Prandaj të thira këtu. Duhet të bëjmë diçka së bashku ne. Fal teje, zoti Mimtaz, fillova 10 tendera që më ndihmove. Më ndihmove shumë të kem pasuri. Urdhro, të dëgjoj. Mos rëviz fare shpirti mamit. Ta solla në rast se kishe uri. Nuk të shqetësoj ty, do t'jem brenda unë. Dukesh e pak e friksuar sot. Ti je mirë, apo? Mirë jam. Shumë mirë jam. Është një ndjesi shumë e çuditshme, a e din? Çfarë ndjesie? Ajo frika. Po si kur të më ndodh mua diçka. Po si kur të mbetet pa nën. Është një frikë e tillë që të depërton aq thellë në zemër, sa ndonjëherë humbet veten. Por me kalimin e kohës u mësova. Julie dhe thash me vete, mendoj se kështu është të jesh nën. Mendoj se kjo është ajo që e ndan Juliden që unë njoh nga Julidia që është nëna e Ozanit. Kjo është frika.
Me pak fjalë, jam mësuar të jetoj me këtë frikun, mos u shqetëso për mua, shpirti i mamit, mos u shqetëso. Ozan, a mund të përqafoj ty shpirti nënës? Mos u ngrys ashtu ti, do të varen faqet. Pra Tarik, çfarë ndodhi më pas? Kjo ndodhi më pas, Sibel. Policia i çoi Aslan dhe Ozanin direkt në polici. Wow. Po më vjen mendja vërdall. Kam 6 orë mësim nesër, nëse më lejoni unë po shkoj. Natën e mirë, dashur. Ja, pranon? The se ajo vajzë nuk do të ishte problem. Sa po Aslı doli nga biblioteka, ajo shkoi të takonte Ozanin. Madje shkon edhe në stacionin e policisë së bashku. Edhe? Ozani t'i pëlqen ajo vajzë. Edhe Aslı t'i pëlqen Ozani. Një ditë një princ vendosi të martohej. I sollën 3 vajza të reja. Njëra ishte një kuzhiniere e jashtëzakonshme. Ishte mjeshtre e të gjitha llojeve të gatimit. E dyta ishte shumë e dhënë pas mamësisë. Premtoi t'i jepte princit shumë fëmijë. E treta ishte shumë inteligjente. Ajo kishte inteligjencën për të bërë princin mbret. Sipas teje, me cilin u martua princi? Me cilën? Me atë më të bukurën. Vër kremin e natës. Kushërir, mos më zemëro për do të them diqka. Më thuaj. Nëna jote ka të drejtë. Nuk dua të ndërhyj, por mendoj se duhet ta them këtë. Edhe unë mendoj që është gabim t'i afrohesh Ozanit dhe atyre përreth tij. Dua të them, vetëm telashe dhe dëme do të na shkaktojnë. Kushtat që unë doja t'u afrohesha atyre, Lul? Pse po më akuzoni për diçka që nuk dua ta bëj? Pse të gjithë po e thoni këtë? Sepse ishe në stacionin e policisë me Ozanin para disa ore, Aslı. Në rregull. Ke të drejtë. Nga tani e tutje unë do t'jam më e kujdesshme. Edhe nëna ime u zemrua shumë. Po pra, edhe unë shumë u friksova për besë. Po, ta shpjegova shumë qartë tani. A ka ndonjë gjë për të cilën ende po mendon Osman? Jo, zotëri im tas, në rregull. Në rregull. Do t'ja shpjegosh djalit në të njëjtën mënyrë. Thuaj të mos bëj pyetje, por të bëj atë që i duhet, në rregull? Me qëra fjala. Nëse bën ndonjë gabim, do të përballet me pasojat. Duhet ta dish këtë. S'do të ndodh gjë, do ta paralajmëroj. Dhe mos harro, ti nuk e ardhur kur këtu dhe nuk e folur fare me mua. Në rregull? As kam parë gjë, as kam dëgjuar gjë. Hare të shohim, zote Ozan. Dhe shohim tani se kush kujt po i shkakton telashe.
E sigur që ka diçka mes tyre. Aj! O, zoti madh. Jo, po të them. Më thua për një djalë që e njoh prej vitesh. Nuk po ndodh asgjë midis asaj vajze dhe Ozanit. Zemër unë e parandjej këtë. Kush i pëlqen kujt? Sa shumë i pëlqen njëri tjetrit? A nuk i pëlqen fare? A ka një të ardhme së bashku apo është thjesht një lidhje e përkohshme? Mund ta lexoj si një libër në momentin që mbyll sytun. Pavarësisht nëse të pëlqen apo jo. E sigur që ka diçka mes tyre. Mos thuaj pastaj që nuk të thash. Jo, po të them, jo. Do e shohësh. Dhe kur ta shohësh, atëherë do ta kuptosh. Ha? Ja, Ozani po vjen. Përshëndetje. Si je? Përshëndetje Berçin, mirë jam, si je ti? Mirë, po shkoj në mësim. A do të vish edhe ti? Po, do të shkoj. Ozan, e mora vesh ndodhim për mbrëm. Ba të bëri pranë ndonjë budallëk. Të shkuara. S'ka problem, çështja e uzit më. Që kemi Aslo? Si je? Do të merja një çaj, do edhe ti? Unë do të marr. Unë jo. Ejtë në Romakë së bashku. Si thua, Pelin? Unë kam ca punë për të bërë, po studion jo. Por ti, Ozan? Gjithmonë kam qenë drejt për drejt me ty. E kam thënë gjithçka hapur. Tani pres të një të gjë nga ti. Të paktën e kam këtë të drejtë. Përse po sillesh kështu?